Shikues të nderuar, mirë mbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Cilësia e punimeve në investimet publike është problem strukturor që i shoqëron të gjitha kontratat publike. Në shumicën e tenderëve, kontratat për punë shtesë dhe abuzimet gjatë implementimit të projekteve janë burim i keqpërdorimeve dhe korrupsionit. Mangësitë në projekte krijojnë probleme të vazhdueshme në funksionimin e institucioneve dhe hapësirave publike ku investohet. Sonte do flasim për investimet që Komuna e Fushë Kosovës i ka nisur në vitin 2018, e të cilat ende pa ulshuar në funksion është dashur të futen në renovim. 6 sallat e edukatës fizike filluan të ndërtohen me paratë e Komunës së Fushë Kosovës në mes të viteve 2018 dhe 2020 dhe u desh të renovohen në vitin 2023. Në këto salla janë investuar mbi 1 milion euro, por sot, edhe pse kanë kaluar 6 vjet, sallat nuk shfrytëzohen nga qytetarët. Shkak për këtë janë punimet e dobta. Në disa salla uji ka pikuar, në të tjerat myku ka kapluar hapësirat e në të tjerat investimet janë shkatruar ende pa u lëshuar në publik. Për 10 muaj ekipi ynë i ka vizitu disa herë këto salla dhe pamjet na tregojnë për investimet që sistematikisht kanë probleme me cilësinë e punimeve. Para se me ju shfaq pamjet nga sallat, po ju japim detajet financiare të kontratave që janë dhënë për ndërtimet e sallave. Nga viti 2018 deri në vitin 2020, 5 kontrata për ndërtimin e sallave të sporteve u nënshkruan nga Komuna e Fushë Kosovës. Investimi vlente 830.000 euro. Dhe me këto kontrata, sallat të sporteve do ndërtoheshin në Lismir, Pomozotin, në Vragoli, në Miradit të Epërme, salla për artet marciale dhe salla e sporteve në shkollën Selman Riza. Të gjitha këto investime ishin planifikuar të përfundonin me cilësi të lartë, duke përfshirë kulmet cilësore, fasadat cilësore dhe dyshemet kualitative. Investimet ishin përfunduar, mirë po të dhënat tregonin se cilësia e punimeve bëri që sallat të jenë jo funksionale. Një raport i brendshëm i komunës, të cilin e ka siguruar Kallëzo.com, tregonte gjendjen e rëndë të sallave të reja, në të cilat komuna investoi qindra mijëra euro. Dëshmit nga raporti, të cilin e kemi siguruar, mjaftuan që Komuna e Fushë Kosovës të konstatonte që investimet deri në vitin 2020 kishin shkuar keq dhe ishin jo cilësore. Si rezultat, pjesa më e madhe e sallave mbetën të papërdorura, ndërsa komuna u obligua që të hapë një tender i cili synonte renovimin e sallave të reja. Sipas thirrjes, komuna do të investonte para për renovimin e investimeve të reja. Kjo i bie si me e ly e renovu shtëpinë e re ende pa hyrë në të. Sipas dosjes së tenderit, renovimi përfshinte ndryshime në kulmet e reja të sallave, ndërhyrje në dyshemet e reja dhe në hapësirat e tjera si dritaret apo aksesorët e sallave. Kemi synuar me i gjetë detajet e tenderëve, mirë po ato nuk janë në prokurim, ndërsa komuna ka refuzuar qasjen në këto dosje me arsye se këto kontrata janë duke u hetu prej prokurorisë. Nga muaji qershor i vitit 2024 deri më sot i kanë vizitu disa herë sallat, por me i punimet si po ecin. Në kontratën e parë të datës 6 gusht 2020, në Pomozotin u investuan 149.714 euro e 37 cent. Punimet ishin planifikuar të përfundonin brenda 90 ditësh. Raporti auditorit të brendshëm tregonte që investimi në Pomozotin me ngroje jo funksionale, pikim të ujit në sallë, lagështi në mure, dysheme të plastikës e si volteti, muret e toaleteve dhe zhveshtoreve të qara dhe pllakat të vendosura jo mirë, mbi të gjitha salla nuk shfrytëzohen nga nxënësit. Për të sanuar këto, komuna vendosi të investoj përsëri 156.118 euro ka pas vlerë kontrata për renovimin e kësaj salle dhe të asaj në Miradit e Epërme e në Lismir. Kontratën nënshkruar më 15 nëntor 2023. Kjo është salla e sporteve në fshatin Pomozotin si aneksi shkollës Zenel Salihu. Kjo shkollë më herët ka pos lagështi e cila vrehet edhe tash, kur vetë se ka fillu renovimi. Laminati i cili për momentin nuk gjendet këto, ka qenë plastik dhe val, derisa ka pos probleme edhe me toaletet, por edhe me vendosin e ngrojes në këtë vend. Sipas kontratës, investimet në sallën e sporteve në Pomozotin përfundonin pas 40 ditësh dhe salla do të duhej të ishte funksionale.
Disa muaj më vonë, më saktësisht në mars 2025, e kemi rivizitu sallën, por edhe përkundër renovimit, salla është jo funksionale. Jemi në sallën e edukatës fizike në fshatin Pomozotin të Fushë Kosovës. Kemi ardhur pas disa muajve me e pa përsëri këtë sallë. Herën e kaluar ka qenë të renovu, tash renovimi kesh përfundu. Po çka po më është që ka lagështi. Nëse po ku dy vende, lagështi ka gjatë madhe në mure, edhe pas renovimit e kësaj salle, ka mungesë të ujit, e po ashtu ka edhe mungesë të ngrohtores në këtë sallë të edukatës fizike. Në vitin 2020 është nënshkruar kontrata rreth mbi 149.000 euro për me u ndërtu kjo sallë e edukatës fizike. Me 15 nëntor 2023 është nënshkruar kontrata për me e renovu këtë sallë, zbashku me sallën në Miradit të epërme dhe atë në Lismir që ka kushtuar mbi 156.000 euro. Edhe pas ndërtimit edhe renovimit, kjo sallë nuk është funksionale. Këto nuk kanë të shfrytzuar nxënësit e shkollës në Pomozotin, po ashtu kemi vërejt që ka edhe mungesë të rekuizitave, mungojnë pajisjet për me e zhvillu sportin edhe lojrat gjatë edukatës fizike në këtë sallë, edhe po ashtu edhe anësorët në këtë sallë që shpo i shohim janë të betonta edhe mjaft të pisurat që munden me shkaktu lëndimet të nxënësit që e shfrytëzojnë këtë sallë, kur do që këshin mund me fillu me shfrytëzu këtë sallë, se për momentin nuk janë të shfrytëzu. Nuk ka ujë. Përveç që nuk ka ujë, kemi vërejt që toaletet, zhveshtorët në këtë sallë janë në gjendje jo të mirë edhe të mirëmbajtjes, po vërejhet edhe myku në një pjesë këtu para se me hyjë te toaletet, edhe gjendja nuk është hiç e mirë edhe në aspektin e higjienës, po edhe të mungesës së ujit. Në një seri investimesh, Komuna e Fushë Kosovës synoi të ndërtojë infrastrukturë sportive në shkollat dhe fshatrat e Fushë Kosovës. Projektet e investimeve prej mbi 1 milion eurosh ende nuk shfrytëzohen nga qytetarët për shkak të punimeve të dobta dhe ndërhyrjeve në tender. Pas sallës në Pomozotin, vizitojmë fshatin tjetër, Lismirin. Kontrata nënshkruan nga Komuna e Fushë Kosovës në vitin 2019, saktësisht më 29 gusht, parashitet që në këtë fshat të ndërtohej një sallë e sporteve. Investimi komunës ishte në shumën 177.693 euro dhe punët parashihet të kryeshin brenda 70 ditësh. Auditori komunës kishte gjetë se në këtë sallë në vitin 2023 salla nuk shfrytëzohej nga nxënësit, ngroja ishte jo funksionale, në sallë pikonte ujë nga kulmi, lagështia në mure kishte shkuar 1 deri në 2 metra, dyshemeja ishte vendosur laminat si voldeti në vend të dyshemes në tuese për sport. Muret e toaleteve dhe zhveshtoreve ishin të çara dhe komuna nuk kishte aplikuar masën e sigurimit të kontratës. Sanimi këtyre problemeve u synua me një kontratë të re të vitit 2023. Jemi te salla e sporteve në shkollën Lismirin në fshatin Lismir të Fushë Kosovës. Për këtë sallë, në vitin 2019 janë dhënë mbi 177.000 euro. Prej atëherë, në bazë të informatave që na I kemi, ka pas lagështi në muret e kësaj salle, pjesa e poshtme e kësaj salle ka qenë e shtruar me laminat dhe ka qenë si voldeti, e po ashtu ka pas edhe çamje në muret e banjove, edhe pllakat nuk kanë qenë të vendosura si duhet, e po ashtu edhe kaldoja nuk ka qenë e vendosur për me e shfrytëzu radiatorët të cilët janë vendosur këtu për ngrohje. Nëse e shohim për jashtë, I vrejna shenjat në përmure ku ka pos lagështi gati deri tek dritaret. Po shenjat të tilla, po më të vogla vrehen edhe brenda sallës. Kur e vizituam në qershor, punët nuk ishin kryer, edhe pse 40 ditë parashihet të merrnin renovimet për kontratën e nënshkruar në nëntor 2023. Në mars 2025 e kemi vizituar përsëri sallën. Ajo tani më përdoret nga nxënësit, por që probleme ka akoma dhe salla nuk është funksionale plotësisht. Pas disa muajsh jemi kthy në sallën e edukatës fizike në fshatin Lismir të Fushë Kosovës. Herën e fundit që kemi qenë këtu, akoma është kanë duke u punu nga punëtorët që kanë qenë duke kryer renovimin në këtë sallë. Kjo sallë ka filluar me u ndërtu në vitin 2019 dhe ka kushtuar 177.000 euro.
në herën e parë kur është ndërtu, këtu ka pas problem se ka pikuj, ka pas mungesë të ngrohjes, muret kanë pas lagështi, edhe po ashtu dy shemeja ka qenë laminat edhe si vol deti. Tash pas renovimit na kena ardhur me pas se ç'është ka gjendjen kjo sallë. Çka kemi gjetë është që në pjesën më të madhe të problemeve e vërtet që janë sanu, po ka akoma lagështi në mure, sikur në këtë vendin këtu, ndërsa në pjesën e zhveshtoreve, saktësisht të toaleteve, kemi gjetë edhe pllaka të cilat janë krizë. Kujtojmë që më 15 nëntor 2023 është nënshkru kontrata për renovimin e kësaj salle, të sallës në Miradit të epërme dhe atë asaj në Pomozotin, e cila ka kalu vlerën prej 156.000 eurove. Këto punë është deshtë me u kry brenda 40 dite. Megjithatë, pranimi teknik i kësaj salle është bërë tek në gusht të vitit 2024, do me thonë, punët kanë zgjatë shumë ma shumë se koha që ka qenë e parapar. Po ashtu në këtë sallë nuk është lëshune as uji, kjo për shkak se gypi i ngrohjes, e cila është vendosur në momentin që lëshohet uji fillon me pikë, e ka edhe këtë problem salla e edukatës fizike në fshatin Lismer të Fushë Kosovës. Një problematik tjetër e sallës edukatës fizike në shkollën e Lismerit janë edhe këto shtyllat në ansorët, këto të cilat nuk janë të veshura me material mbrojtës apo nuk janë të vendosura direkt në mur, po janë jashtë murit edhe këtu në momentin që nxënësit fillojnë me zhvillu lojë, munden edhe me u lëndu. E kemi pa që në këtë sallë pjesa më e madhe e rekuizitave mungojnë, nuk ka kosha e as golla që me mujt me i zhvillu lojrat apo orët e edukatës fizike në mënyrë më të mirë të mundshme nxënësit e kësaj shkolle. Unë, kur kom marrë këtu në këtë pozicion, kom marrë fillimisht në fund të muajit gusht të këtij viti, edhe tek muajin shtator është bërë pranimi teknik i renovimit të sallës. Salla sot është e shfrytzueshme për mësimdhënësave dhe për nxënësave. Nuk posedon ato pajisje sportive, gollat, ato vijat, ato portë të cilat janë pjesë, mirë po si objekt është i përfunduar gjithë. Me nxemje, me ujë, me zhveshtore, me gjitha ato pjesë tjera nuk kena problem, domthonë me çështjen e rreshjeve të shiut, nuk kena hyrje të shiut brenda në objekt, nuk pikë kërkon. Salla është gjendje të mirë, domthonë vetëm se çështja e vijave, gollave është një projekt i ndonë. Çka qenë gjendja para renovimit, se na tregove që është renovu salla edukatës fizike. A ka në shfrytzueshme më herët edhe që ka pas gjendje? Jo, salla e sportit nuk ka në shfrytzueshme, po flasëm për shtatorit të vitit kaluar, domthonë për këtij viti shkollor 2024-25 është e shfrytzueshme, më herët jo. Nëse mund shumë konfirmua disa çështje për sallën e edukatës fizike. Ka fillu spari me u ndërtu, para renovimit ka fillu me u ndërtu në vitin 2020, apo? Inderum, unë kom marrë në gusht të 2024, nuk kam asnjë dokumentacion zyrtar për fillimin dhe mbarimin e punimeve. Nuk mund të na fol për gjendjen para renovimit, edhe për mungesën e ngrohjes, pikjes së ujit nga kulmi, lagështisë që ka pas, po më duket edhe këpulla ka ndonë në këtë sallë. Po, kena pas disa probleme të tilla, unë më fol vetëm në këndër si mësimdhënës, i cili bashkë me një pjesë edhe të stafit komunë, të stafit së shkolle, kemi vizituar veç me pa ç'është është gjendja, masi është dëmtuar shkolla edhe salla sportit për individëve. Caktuar edhe kena pa që ato ka pas një gjendje jo të përshtatshme për nxënësa, ka qenë pothuajse pamundshme me fillu punën nxënësat, me fillu aktivitetet e tyre, edhe është metë deri në renovimin që ka ndodhur. Domthonë renovimi është përfunduar, salla është aktualisht e shfrytzueshme. Salla e Lismerit dhe ajo e Pomozotinit u ndërtuan nga kompania Seti Komerc. Nga kjo kompani thonë se kanë kërkuar nga komuna që sallat të ngriten për 20 cm më lart, për shkak se janë në nivelin e rrugës, por kjo kërkesë u refuzua nga komuna e Fushë Kosovës. Ju kom thirrë për ndërtimin e sallës së edukatës fizike në fshatin Pomozotin edhe Lismer të Fushë Kosovës. Këto janë ndërtu prej kompanisë juaj, deshta më ju pyet se çysh kanë shku punimet, se e di që ato salla nuk janë lëshuar asnjëherë në përdorim, kanë pas probleme lagështi, me ngrotore, edhe disa telashe të tjera të e përfshi edhe dyshemin. Është kryer sipas projektit, është ngritur sipas analizisë,
Vërejtjet i kemi dhonë në fillim për shkak nalësisë që duhet më quë edhe 20 cm më nalë. Ata kanë thonë realizojnë projektin edhe në rregull jemi. Jenë marrë procedurat, jenë marrë edhe prokuria me tonë 50 herë. I kam dhonë gjitha raportet edhe në prokuri, kështu që nuk di çka mujnë nëse në minimum atje. Në rrugtimin ton, në fshatrat e Fushë Kosovës, gjejmë edhe kontratën tjetër, e nënshkruar më 17 shtator 2018, kontratë prej 365.880 eurove. Kjo për ndërtimin e sallave në Miradit e Epërme, në Vragoli dhe tek shkolla Selman Riza. Kjo kontratë është shkëputur më 13 shtator 2019, sipas raportit të auditorit, por këto salla janë paguar 342.180 euro. Njëherë po ju tregojmë vetëm për sallën në Miradit e Epërme. Në këtë sallë auditori ka gjetë se pikonte uji, nuk kishte ngroje funksionale, dyshemeja nuk ishte vendosur sipas paramasës e parallogarisë, por laminat. Energjia elektrike ishte e demoluar dhe se salla nuk shfrytzohej. Për këtë sallë, së bashku me atë të Lismirit dhe Pomozotinit, që i patë edhe më herët, është nënshkruar kontrata për renovimin e tyre në nëntor 2023. Jemi në Miradit e Epërme, te shkolla Vëllezrit Froshis, saktësisht te salla e sporteve e kësaj shkolle e cila është ndërtuar në vitin 2019. Sipas donave që na i kemi siguru, në këtë sallë të sporteve ka piku uji, instalimi i rrymës nuk ka qenë si duhet, e ka pasur edhe telashe të tjera. Në mars 2025, sërish kemi shku në sallën në Miradit e Epërme. Kësaj radhe, kemi mund me hy brenda edhe me e pa gjendjen e saj. Edhe pas gati 7 vjetësh nga nënshkrimi i kontratës, kjo sallë nuk shfrytëzohet nga nxënësit. Në këtë sallë, në Miradin të Epërme, në sallën e edukatës fizike, po e shohim që nuk ka edhe ujë përveç pjesës së toaleteve të cilat janë të papërdorura edhe të papastra, ka edhe mungesë të ujit. 2 herë janë dhënë pare për sallën e edukatës fizike në shkollën në Miradit të Epërme të Fushë Kosovës, po nxënësit nuk kanë hyrë këtë sallë asnjëherë. Herën e parë, kur ka filluar me u ndërtu kjo sallë edukatës fizike, ka qenë viti 2018. Së bashku me këtë sallë janë ndërtu edhe me të njëjtin tender edhe sallat në shkollën Selman Riza, edhe në Vragoli dhe ka kushtuar rreth 342.000 euro. Në bazë të informatave që i ka Kallxo.com dhe nga dokumentet ekskluzive që i kemi gjetë, në këtë sallë ka piku uji, ka pas defekt në ngrohje dhe në energjinë elektrike. Edhe po ashtu dyshemia ka qenë val-val. Por me isa nuk këto probleme, në 15 nëntor 2023, Komuna e Fushë Kosovës e ka nënshkruar një kontratë për renovimin e kësaj salle, edhe të asaj në Lismir dhe në Bartë të Madh, e cila ka kushtuar mbi 156.000 euro. Është parashikuar që punët me u kryer në 40 ditë, po në bazë të informatave që ne i kemi edhe në kohën kur ne kemi ardhur për me pa këtë sallë në korrekt të vitit 2024, punët kanë qenë ende duke vazhduar, domethënë e kanë kaluar kohën prej 40 ditë. Megjithatë, renovimet kanë përfunduar. Edhe na kemi ardhur me pa këtë sallë. Po çka kemi gjetë është që dyshemi vërehet që uji është duke pik hala. Domethënë, 2 herë janë dhënë para për këtë sallë të edukatës fizike, uji pik hala. Përveç ujit që pik, kjo sallë nuk është lëshu asnjëherë për me u shfrytzuar nga nxënësit. E kemi po që ka mungesë të rekuizitave, nuk ka kosha, nuk ka tabel për nuk ka rrjet të volejbollit, nuk ka as topa, kemi po që nuk ka as pajisje për gjimnastik, madje as golla për me mujt me lujt lojën e futbollit apo të futsallit. Gjithashtu çka kemi gjetë në këtë sallë është mungesa e ujit. Kjo sallë, pavarësisht se janë shtit 2 herë parë në to, nuk ka ujë edhe nuk është duke u shfrytzuar prej nxënësve të shkollës në Miradit e Epërme. Ashtu si ju treguam, së bashku me sallën e Miradit të Epërme është ndërtuar edhe salla në Vragoli. Më 7 tetor 2021, kryetari Fushë Kosovës Burim Berisha ka luajtur futboll në këtë sallë, por salla nuk është lëshuar në përdorim as në marsin e vitit 2025. Në vitin 2023, auditori në raportin e tij shkruante se në këtë sallë kaldaja nuk ishte lidhur fare, ka pikuar uji nga kulmi dhe salla nuk ishte shfrytzuar nga nxënësit. Për shkak të këtyre problemeve, më 9 tetor 2023,
Fush Kosova nënshkroi kontratë për renovimin e kësaj salle dhe të sallës së arteve marciale dhe asaj tek shkolla Selman Riza. Kompanisë ndërtuese, komuna i dha 70 ditë afat që t'i përfundoj punimet. Vlera e kontratës ishte hiç më pak se 157.603 euro. Shikues nderuam, jemi në shkollën Vëllezërit Froshi në fshatin Vragolit Fush Kosovës. Salla e sporteve në këtë fshat ka filluar me u ndërtu në vitin 2018. Së bashku me dy fusha të tjera ka kushtuar mbi 342.000 euro. Por në këtë sallë janë shfaq problematika vazhdimisht. Që të mujna me po një gjam i dritarës i cili ka ra në tokë. Neve po na thojnë anonimisht që të gjitha gjamat në këtë sallë kanë problematikë të ngjashme, për shkak se nuk janë vendosur si duhet. Këtu pe vrejna që ka mujt mu rreziku, ka mujt me konë një nxans qëtu, edhe me i ra gjami për mi, edhe ka mujt me pos pasoja shumë të mëdha. Po kjo sallë ka edhe një problem tjetër. Me një pjesë të kësaj sallë pikon uji sa herë që ka shi. Janë dhonë mbi 340.000 euro në këto 3 salla, po zgjidhje e duhur nuk është bërë. Pas vizitës së qershorit 2024, pritjet tona ishin që salla do të rregullohej shpejt dhe sipas dinamikës së punëve. Për me i vërtetu pritjet tona, sallës i bëm edhe një vizitë në mars 2025. Pas 8 mujve kena ardhë apet në sallën e edukatës fizike në Vragoli. Prej korrikut 2024 deri në mars 2025 kemi po që salla, edhe pse ka filluar ndërtu në vitin 2018, halo nuk shfrytëzohet për nxënësve. Herën e kaluar kur na kanë gjami që atje o konë tokë, se kish pasëra. Tash, po e vrejmë që punëtorit e kreke kish bo një maskem të pjesës së dritarës për shkak se nuk është rregullu. Në 2018, në zbashku me këtë sallë, janë ndërtu edhe sallat në Miradite e përme edhe Selman Riza, mbi 342.000 euro. Në tetor 2023 është nënshkru kontrata për me renovu këtë sallë zbashku me atë Selman Riza edhe të arteve marciale që ka kushtu mbi 157.000 euro. Krejt qëtu kanë posë më krymën e në 70 dite. Po, punimet përveç që janë vonu, na kemi po që edhe mas ndërtimit, edhe renovimit, edhe 2 herë kanë hi parën këtë sallë, është problemi me gjama, salla nuk shfrytëzohet për nxënësve, edhe po ashtu në një pjesë, në 2 pjesë më falni të laminatit, e vërejmë që këtu është bo vol-vol, edhe është pas probleme edhe me dyshemen kjo sallë edukatës fizike e cila nuk është tu përdor fare. Edhe salla e sporteve tek shkolla Selman Riza ka qenë pjesë të tenderit për me u ndërtu së bashku me Vragolin e Miradine e përme. Këtë sallë kemi vizitu veç prej jashtë. Në shkolla kanë thonë që nuk e kanë marrë çelësin asnjëherë për shkak se nuk e kanë pranuar teknikisht. Për këtë sallë, dokumentet e auditorit tregojnë se përveç që nuk ishte shfrytzuar, ajo nuk kishte ngroje, ka pikuar ujë nga kulmi, në disa pjesë laminati nuk ishte i vendosur, instalimi elektrik ishte demoluar, kurse afati për dorëzimin e sallës ishte 150 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës më 17 shtator 2018. Shikues nderuam, që kjo është salla e sporteve të shkolla Selman Riza në Fush Kosovë. Që kjo derë, e cila është njëna prej 3 hymjeve, për në këtë sallë është mbyllur. Të mbyllura janë edhe hymje tjera. Drejtori i shkollës na ka thonë që janë mbyllura për shkak se akoma nuk e ka pranuar çelësin, se halo janë të kry punimin në këtë sallë. E pa shfrytzuar, prandaj edhe kontratë për renovimin e saj, bashkë me atë të Vragolis e sallën e arteve marciale. 70 ditë afat nga 9 tetori 2023, me u përfunduar renovimet, por kur e vizituam përsëri në mars 2025, salla ishte e mbyllur dhe e pa shfrytzuar. Kjo dhe nuk po hapet. Ngjashëm edhe dyert të tjera të kësaj sallës të edukatës fizike. Sallës të edukatës fizike të shkollës Selman Riza në Fush Kosovë. Nuk është hapur as në 2024 e as tash në 2025, për shkak se nuk ka pranim teknik. 2018 ka filluar me u ndërtu kjo sallë edukatës fizike, zbashku me sallën në Miradite e përme edhe atë në Vragoli. Të trija zbashku kanë kushtuar mbi 342.000 euro. Në bazë të dokumenteve ekskluzive që i ka gjetë Calcio.com, kemi marrë vesh se kjo sallë nuk është përdorur. Ka pas defekt në instalimin e energjisë elektrike, ka piku ujë nga kulmi, nuk ka pas ngrohje
dhe ka mungu sistemi i ngrohjes, e po ashtu dyshemeja ka qenë laminat si voldeti dhe e papërshtatshme. Më 9 tetor 2023 për këtë sallë, edhe atë të arteve marciale dhe sallës së edukatës fizike në Vragoli është nënshkruar një kontroll për renovimin e tyre, e cila ka kushtuar mbi 157.000 euro. Është planifikuar që për 70 ditë me u kry këto renovime. Megjithatë, nga tetori 2023 deri më sot 12 mars 2025, kjo sallë nuk është hap, nuk është pranuar teknikisht, e nxënësit nuk e shfrytëzojnë që me e zhvillu orën e edukatës fizike në këtë sallë. Në hulumtimin tonë për të zbardhur rezultatet e investimeve të komunës së Fushë Kosovës, në salla sportive kemi gjetur investimet të kryera, po që nuk shfrytëzohen nga askush. Të dhënat të tjera na tregojnë se komuna planifikon të ndërtimin e një salle moderne për arte marciale. Për këtë ndërtim u nënshkruan 2 kontrata, por salla vazhdon me pas probleme. Më 29 gusht 2018 u nënshkrua kontratë në vlerë prej 127.930 eurove me afat prej 14 javësh. 2 vite më vonë, më 25 qershor 2020 u nënshkrua kontrata shtesë për punët përfundimtare në vlerë prej 7.990 eurove me afat 30 ditë me u kry punët. 2 kontratat nuk mjaftuan për këtë sallë. Në janar të vitit 2023, auditori brendshëm në raportin e tij thotë se salla nuk ofron kushte për shfrytëzim. Dyshemeja ishte laminat e jo nga goma, si edhe në sallë ka pikuar ujë. Edhe pas 2 kontratave, kjo sallë u desh të renovohej, së bashku me sallën e Vragolis e atë tek shkolla Sen Mariza. Këtë sallë e kemi vizituar disa herë, por ka qenë mbyllur sa herë kemi shkuar aty. Pas disa tentimeve e kemi gjetë hap, tek në mars 2025. Aty kemi pa se dyshemeja është laminat, i mbuluar me dyshek gome. Jemi të salla arteve marciale në Fushë Kosovë. Për këtë sallë janë nënshkruar 2 kontrata, fillimisht një në 2018 me mbi 127.000 euro dhe pastaj edhe në vitin 2020 me afërsisht 7.800 euro. Nga dokumentet që i ka gjetë kallzo.com, kemi vrejt që në këtë sallë nuk është i shtruar dyshemeja gomë ashtu siç është para po me këto kontrata, por është laminat. Më herët këtu ka pik edhe uji, ka pik ujë nga kulmi dhe salla nuk është shfrytzuar. Në vitin 2023, saktësisht më 9 tetor 2023 për këtë sallë, sallën e sporteve në Vragoli dhe sallën e shkollës Sen Mariza, është nënshkruar një kontratë mbi 157.000 euro për renovimin e këtyre sallave. Është dashur që me u kry brenda 70 dite këto punime, po mbas asaj çka e kemi po na, ka kalu edhe më shumë se 70 ditë edhe akoma në këtë sallë po e vrem që dyshemeja është laminat e jo gomë ashtu siç është para po me kontratë. Sallat e arteve marciale, ajo e Miradisë e Epërme, e Vragolis dhe e shkollës Sen Mariza janë ndërtuar nga kompania Otland Group. Nga kjo kompani, për kallzo.com, kanë thënë se pranimi teknik është bërë dhe se punët janë kryer sipas projektit. Ata nuk kanë shpjegime pse komuna u obligua të nënshkruajë kontrata për renovime të punëve të tyre. Kompania ju i ka ndërtu sallat e edukatës fizike në Fushë Kosovë, atë të arteve marciale të shkollës Sen Mariza në Vragoli dhe në Miradi të Epërme. Nëse kishe mujt me më tregu çish ka shku puna në çdo salla për shkak se pjesa më e madhe tyne po më duket përveç arteve marciale edhe nuk janë lëshu asnjëherë në shfrytëzim. Qa ka qenë puna këto? Këto normal janë ndodhur në 2-3 faza. Fazën e parë na e kemi përfunduar, për fazat tjera nuk di çka kanë. Ka shku si bas projekte që janë projekte që kanë rregull, anë është bërë pranimi. Është ka një farë të lashe në këto salla se ka pikuji, ka pas mungesë ngrohtore se dritarët. Nuk di, ma çashtë tjetër, në ditë këto i ka 50 vjepa zbiko janë ndërtuar çka. Në ditë pa veç se di që janë ndodhur në 2-3 faza. Fazën e parë është ndërtimi me pjesë tjera. Ai ka pranuar komuna teknikisht, ai ka bërë pranim teknik? Po në rregull, ka pranim teknik, ka gjithçka okay. Ai ju kanë kontaktuar një herë, më thonë që ju kanë dalë të lashe me Ja. Ska pas se janë kom pas krysh, që kom pas kontratë kom kry punë. Po tjera çfarë kanë bërë ty gat nuk di. 2 kontratat për renovimin e sallave janë nënshkruar me kompanitë Vetoni dhe Engrup, të cilët thonë se puna kryesore ka qenë tek dyshemeja, por edhe në kulme ngrohtore. Deshta me të pyet, ju e keni pas kontratën për renovimin e sallave të sporteve në Miradi, Lismere dhe Pomozotin të Fushë Kosovës,
Nëse kishe mujt me më tregu çka sakt e keni pas për shkrim të punës, çka sakt keni renovu në çto salla? Renovimi dyshemeje sukon. Renovimi, jo po rregullimi i treje, se ajo e dëmtuar shumë, na kemi ndru dyshemeje, suvatimin e mbrëmshëm, kulum diçka ka pas, një miliardite e pra ato tash ato pida po janë. Po. Apo edhe nxënën qendrore. Qito, e kun vizitu edhe Miradin edhe Lismirin edhe Pomozotinin, po këtu kanë lagështi në mure Pomozotini edhe Lismiri, e në Miradi e kun po që në dyshemi kanë fillu mu bo do pika për shkak që ka ra uji. Çka sa ka mujt me ndodhë, pse ka ndodhë që kjo? Për zotin, une nuk e kom nëj ankes për komunës, ato kemi kon fillim pak do pika, na i kemi stanu edhe ato dhe mo nuk di që ka pas aty diçka. Që kjo kontrot më duket ka pas më kry për 70 det, apo? E di që ka pas vënesa, nëse më shumë ka dhu që ka ndodhë sakt. Se na përësia kër kena bo prej frontës, milionit human që kena bro, edhe kem pas problem me transport. Me që aty o konë vënesa. Gomën e dyshemes, apo? Po, është goma dyshemes, e goma që është. Ju e keni pas renovimin e sallave të edukatës fizike në Vragoli, por artë marciale dhe të shkolla Selman Riza në Fushë Kosovë, çka keni punu saktësisht, çka keni renovu në çto salla? Po, shumë i të e kontrime. Po. Në kjo kohë po i punë pa përfunduar realisht. Dyshemesh, është se më kujtohet për vetë. Unë vetë deshta me pyet se i kum vizitu edhe kanë lagështi ka pak këto salla, për ata deshta me pyet se a keni punu edhe në çet pjesën e mureve në renovim? Jo, ato i më përfunduar, ato nësë kemi punu, ato kur që ka këpi fazën e parë, më herët. Dyshemena, do pjesë me në gjyrën ma asene, do pjesë do drejtare që e konë frime, do dhirë dhe që të shka përka shumë që e konë përmisume, që ato i më përfunduar, ato. Kur që ka vo ato i drëzeli, ato më herët, nuk e di. Se te dritorët për shembull në Vragoli, kur e kum vizitu, aty kish pasro dritorja komplet dhe kishin mlu me një farë drose. Po ja, në Vragolinë s'kemi në dritor aty në tonë. Për vetë në të më kujtua që ka pënuar në si qelja. Për krejt këto salla, na kemi desh me marrë informacion zyrtar prej komunës së Fushë Kosovës, po kjo komuna e ka refuzu kërkesën për qasjen në dokumente me arsyetimin se drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit është duke trajtuar rastin e sallave të sportit për veprat e dyshuara penale, keq përdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar. E Agjencia për Informim dhe Privatësi i ka dhënë të drejtë komunës në refuzimin e qasjes pas prezantimit të një dokumentin nga Policia e Kosovës, e cila ka konfirmuar hetimin e këtyre tenderëve, ndonë se nuk është prezantuar vendim nga prokuroria që ndalon dhënien e qasjes për këto tenderë. Prokurorisi kemi kërkuar një dokument të tillë, por nuk na e ka dhënë. Prej prokurorisë themelore në Prishtinë, më 15 gusht 2024 na kanë thënë se po hetohet ndërtimi i sallës së arteve marciale dhe ajo e Lismirit. Por këto dy salla, hetimet kishin filluar ndaj 11 personave, prej tyre 9 ishin persona zyrtar. Hetimet në rastin konkret janë duke u zhvilluar, prandaj nuk mund të japim informata të detajuara në këtë fazë, ashtu që dhënia e çfarëdo informate tjetër do ta cenonte procedurën hetimore. Është çka na kanë thënë mes të tjerash prokuroria. Prokurorisi kemi dërguar pyetje për këto lëndë përsëri më 5 mars 2025 dhe 17 mars 2025, po asnjë fjalë më nuk e kanë kthyer ata. Për tenderët tjerë, kanë thënë që nuk kanë mundur t'i evidentojnë si të regjistruar. Megjithatë, dokumenti kemi gjetë edhe përmes rrugëve tjera. Për shkak se qytetarët janë ankuar për gjendjen e këtyre sallave, e shumë prej tyre i kemi pa edhe vetë. Kemi gjetë dokumentit të njësisë së brendshme të auditimit. Në raportet e auditorit të brendshëm renditjen problemet e secilës sallë, së bashku me fotografi të bashkëngjitura në kohën sa kanë qenë duke u renovu. Shoqëri Krasniqi, auditori brendshëm i komunës së Fushë Kosovës, tregon se lëndët i ka dërguar edhe në prokurori, për shkak se ka gjetë shkelje dhe punë të kryera në mënyrë jo cilësore. Jam të i këqyr disa prej aktiviteteve të prokurimit në komunën e Fushë Kosovës, përfshi këto sallat e sporteve të arteve marciale të shkollës Selman Riza, të asaj në Lismir, në Pomozotin, në Vragoli dhe në Miradi të Epërme, edhe po ashtu një aktivitet tjetër të prokurimit për mbushjen e gropave në rrugë. Çka kom gjetë ndër të tjera janë edhe disa raporte të juja si auditori brendshëm i komunës së Fushë Kosovës. Nëse mundem na tregu pak më detajisht
çka keni gjetë edhe ju në këto aktivitetet për kurimin? Po fillimisht te sallat e edukatës fizike apo sallat e sporteve? Me datën 10/2 këtë land të sallave të sportit është 11 land janë ndërzuar në përkuri me 10/2. 2020? 3. Aty ku më cek disa nga gjeturat nuk gjeturat detaje nuk kum shku, mirë po kum cek që çdo një në sallë pikon, salla nuk shfrytëzohet pe qytetarëve dhe pe nxënësave dhe dyshemeja si valdetin, çdo një në sallë, për shumë ka qenë parket, kanë qitë laminat, ose ka qenë material sportiv, kanë qitë plastik. Kështu që lagështia ka shku dhe ndritare, rrymë, toaletet, gjitha demolume. Unë veç kur e krahasoj me sallën cila është ndërtu në 1994, më zgabofsha, Sërbët, para lufte, atëherë aja sallë është funksionale, këtu vetëm se e ndërtu, pagesat janë botë gjitha, nuk shfrytëzohen. Materialin për këtu salla do ta dërzoj unë, edhe mund nishet edhe fotot që shka qenë gjendja, se tash ka fillu edhe riparimi 2023, në fund 2023 ka pas kontrat, që mu reparu edhe mu funksionalizu. Komuna na ka refuzu çastin në dokumentet zyrtare. Megjithatë, përsëri kemi kërku llogari prej komunës. Kemi shku e i kemi trokit në derë Ale Topallit, drejtori kulturës, rinisë dhe sportit në këtë komunë. Drejtori kjo përgjegjëse për këto salla. Ju njoftoj se salla do thot përfundimi i punimeve në këto salla që po i përmendni ju, do thot ka qenë viti kaluar. Punimet, renovimi i këtyre sallave është bërë në vitin e kaluar. Në pjesën e dytë të vitit, saktësisht me datë në shta mund ta gjej dikun, po ka qenë në pjesën e dytë të vitit kaluar. Kemi pas një shqetësim në një fshat këtu, në fshatin Vragoli, në fakt jo në Vragoli, po në Miradi tepërme. Ka qenë një shqetësim, jam shku, e kam pas sallën javën e kalume, personalisht. Edhe kam pas se ka nevojë për një 2-3 ndërhyrje të vogla. Ka qenë se ku di unë nuk po mdoket ujë nuk ulshu, po ujë ajo është testu, do thotë, jo testu, ajo është i gatshëm, nuk është në kompetencën e punëkryesit. Edhe ka pas një vend po mdoket një rrjedhje të vogël për të cilën jo vetëm ato, po edhe në salla të tjera ne kemi edhe pas përfundimit të kontratës. Një vit kemi një lloj garancioni që na jep punëkryesi, e kemi në letër, është pjesë e kontratës, dhe me cilën kudo që na shfaqet ndaj defekt, ai shpreh gatishmërinë për të intervenuar. Po filloj prej fundit për me u kthym mbrapa. Sporti për gjendjet. Unë kam vizitu këtu salla Vragolis përveç mungesës e Miradisë apo me përveç ujit ka edhe shenjat që ka piku. Në 2-3 vende ka shenjat që ka piku. Në PMZ-n vrehet lagështia në mure edhe mungesa e ngrohtores. Në Lismer vrehet po ashtu lagështia në mure, edhe brenda, edhe jashtë. Në Vragoli, përveç disa dëmtimeve në dysheme, edhe dyshemeja nuk është ati materialit të gomës, po është laminat ose parket, po ashtu është një xham i cili ka ra. Drejtorët janë jo stabile. Në sallën e arteve marciale, me sa kam po ashtu është parket e jo dyshemeja me material që shka qenë në kontratë. Për sallën në shkollën Selma Riza, nuk po me folë se na kanë thonë që nuk e kanë bo pranimin teknik fare. Këtu, që kjo është gjendja të cilën e kom po pas renovimit, jo para renovimit. Tani, shkojmë radhazim. Unë me përgjithësit plot e thamë. Sallat, të gjitha këto salla, punimet në këto salla kanë shku konform kontratës të cilën e kemi nënshkruar. Dhe në mbikëqyrje të plot të menaxherëve tonë të mbrëmshëm. Dhe përderisa e përmend ku diun sallën e sportit marciale që
jo parket pa ato. Do thot ato ka ndryshojnë, sepse në atë sallë sepse është e sporte marciale, dhe sigurisht është dashur në paramas dhe në projekt është e parapa me çaj material që tjetë ato, është shumë normal. Se për këtë sallat të tjera që i përmendni që që shfaqen shenja të lagështisë, ato mund të jenë sepse mbrana krijohet një lloj kondenzimi i ajrit përderisa ato janë të shfrytzueshme ende. Përndryshe cilësia e punimeve është në standardet të sipas projektit. Po, me që s'ka ajrosje, nuk shfrytëzohen, nuk hapen dritarët, ajo vetë ju sigurisht se krijon ndoshta edhe ato shenja mund të jenë shenja të lagështisë, por që unë personalisht i kam vizitu, unë nuk i kam pa, ju po thoni që i keni pa, po unë personalisht i kam pa. Përveç neve i ka pa dhe kamera. Po mirë, nuk më pengon ajo, po e di saktësisht se mund të krijohet, i kam pyet njerëz të fushës që merren me këto, dhe kjo krijohet për shkak të mos funksionimit, do të thotë që s'është funksionale ende, nuk ka mundësi ajrosje për momentin, përderisa të jenë të shfrytzueshme, pastaj sigurisht se do të jetë më lehtë për të edhe për të shfrytzuar, po edhe nuk do të krijohen këto telashe kur të fillojnë të jenë funksionale. Përveç në disë mirë që në kanë thonë që është kry pranimi teknik, po më duket në sallat tjera, a është kry apo nuk është kry hala? Të gjitha sallat teknikisht janë të përfunduara. Mendoj pranimi teknik, dokumenti, është bërë për gjitha. Është kry edhe ka përfunduar, edhe kam në shkruar kontrollin. Tash për më kthy pak më herët. Këto salla kanë pas prokurim spari vitet 2018-2020 për ndërtimin e tyre, nuk janë shfrytzuar, është desht me u renovu. Cila ka qenë arsyeja që disa salla që janë ndërtu, është dhënë pare për to, është desht me ushti pare për herën e dytë, përsëri në të njëjtat. Unë për këtë pjesë nuk mund të flas, sepse unë detyrën e drejtorit e kam marrë në datën 2 nëntor të vitit 2023, dhe deri atëherë nuk kam qenë në pozitën e drejtorit kulturës. Unë flas veç për këtë pjesë kur e kam gjetë sallat në fazën e renovimit dhe prej ditës parë kur kanë filluar punimet i kam përcjell, i kam monitoruar, i kam vëzhguar dhe jam i kënaqur me punimet që i ka bë ai operator ekonomik dhe sigurisht se do të jem pranë këtyre sallave derisa të finalizoj ato, të pajisim me rekuizita sportive dhe të jenë të gatshme për të shfrytzuar në zonat e aty në shkollave aty, por pse jo edhe qytetarët aty në fshat. Për sqarim, nuk kam të bëj juve pyetjet personalisht si individ, po institucionit, duke u bazuar në ato që po presim me pas kujtesë institucionale, jo individuale. Nëse nuk jeni ju kompetent me na fol për çato, kush kish qenë? Nuk po them që s'jam kompetent, po megjithatë e di që janë zhvilluar procedurat, ka pas dëmtime të atyre sallave, kanë qenë të dëmtuara, dhe sigurisht se do të jenë zhvilluar gjitha procedurat për renovimin dhe intervenu në këto salla, kanë përfunduar punimet dhe tash është kjo gjendje e cila është. Njeriu i cili kishte konstatuar problemet me sallat e sporteve ishte shoqëri Krasniqi. Ai mbante pozitën e auditorit të brendshëm, ndërsa është ndëshkuar për shkak të punës që e bën në hulumtimet e tilla. A keni shku ju si auditor me i po pas renovimit të salla, a keni raport që kanë gjendjen e tanishme, a janë të shfrytzuar? Unë nuk mujt me shku se auditimi mu ka ndalu më periudhën kur unë e kum dërzu këtë land, kryetari i komunës ma ka ndërprej punën edhe me e kalëshu një vendim që unë nuk kom drejt mi auditue edhe unë ka denu 20% në pagë edhe ma ka ndalu aktivitetin e auditimit. Aktiviteti i auditimit ka qenë vetëm, ka mbet në atë vendim, vetëm t'i këqyri raportet e auditorit përgjithshëm, planin e implementimit rekomandimeve dhe raporti i progresit është në muajin shtator edhe në janar. Kështu që rreth sallave s'ku mujt me shku edhe s'ku desh vetë mu e ekspozu. Kam informata se aty salla, edhe pse investimi ka fillu për 2023-ës, ende sallat nuk janë funksionale. Në raportet e tij, auditori i brendshëm ka konstatuar edhe punë të tjera të pakryera. Sipas raportit të Krasniqit, një kontroll tjetër problematike ishte ajo për sanimin e gropave në rrugë dhe rregullimin e rrjetit të kanalizimit. Çmimi i kontratës ka qenë 39.000 euro. Për këtë kontratë janë paguar nga Komuna e Fushë Kosovës 13.040 euro, sipas dokumenteve në e-prokurimi.
Më pas, në gusht të vitit 2024, është shkëput kontrata. Veç, para se me shkëput këtë kontrat, auditori i brendshëm ka gjetë se për faturën e paguar prej 13.040 eurove, punët nuk janë kryer si në raport zyrtar. Sipas tij, në rrugët Tahir Zemaj, Fazli Greqevci, Nëna Terez dhe Naser Sekiraqa, është thënë se janë mbushur gropat, por që punë janë kryer vetëm 17 apo 18% e aq sa është thënë. Raport tjetër krasniqi ka bërë edhe për rrugën Pajazet Islami, në të cilën gropat nuk u mbushën me asfalt. Që ka ndodhë me që tenderin për mbushjen e gropave, në bazë të dokumenteve që i kemi po, ju i keni listu disa gjetje edhe ka pos në bazë edhe të fotografive cilat i keni ju, ka gjashkelit cilat vërejhen me syt lirë. Këtë kontrat, gjetrat i kumë paraqit në mënyrë detaje. Kontrata është në lirë 39.000 euro. Unë i kumë bo fotën në teren edhe për herë i kumë qunë në prokurori, jenë 5 dokumente që i kumë dërzu, 5 herë kumë dërzu aty. Lënda shkruan fillimisht ka shku ndalimi urgjent i pagesës sepse punë s'janë kry. Ashtu qysh ka në shku komisioni se gjaja e në kry që ka zhgropa që të rrugët gjitha. Unë kumë dalë në teren, i kumë fotografu për 2 kontratat, punët mund t'jenë 7.5 deri në 10%, mirë pa të punë s'duhet t'ishin pranuar as nga menaxheri projektit e as ka drejtori. Sepse aty duhet kryhet prerja, lyrja dhe ngjeshja. Aty punë nuk janë kryhet. Aty këtë projekt është i prezentu me gjetra detaje, që prokurori i rastit edhe hetues shumë letë ka qenë me ngrit kallëzim penal. Unë e çuditna edhe nuk jam i frymëzuar që dërzoj lanë tjera, se kumë dërzu ballë, i kumë dërzu rreth afër 15-ve, mirë po momentalisht hetohet vetëm një lanë, është kriju një shprehi që lanët e mia vetëm rrohen prej prokurorin në prokuror, edhe për kundrazi se unë çdo 3-4 muaj ju shkruaj prokurorëve të Landës që i lutem të m'japni informata rreth gjetrave të mia, rreth brengave të mia. Gjetrat janë që ka shkelje, mirë po është për çudi, nuk reflektojnë prokurorët. Edhe për këtë tender, kemi kërku qasje në komunë. Qasja është refuzuar. Arsyetimi po hetohet. Prokuroria ne ka konfirmu edhe për këtë tender se po ashtu po hetohet, po në mars 2025 asnjë fjalë. Pavarësisht kësaj, e kemi thirrë në telefon Ardit Sekiraqën, drejtori i shërbimeve publike në Fushë Kosovë. Sekiraqa ne ka konfirmu që kontrata është ndërprej, po për telashet e saj tha që nuk di. Një kontratë që e ka posë komuna e Fushë Kosovës me operatorin ekonomik Fidaie Bytyqi BI për mbushjen e gropave të rrugëve me asfalt. Po. Që komponën e prokurim, kjo kontratë është shkput me 29 gusht 2024, po para shkputjes thuhet që janë realizuar punë në vlerë dikun 13.040 euro. Operatorin ekonomik Fidaie Bytyqi BI për mbushjen e gropave të rrugëve me asfalt. Po. Që komponën e prokurim, kjo kontratë është shkput me 29 gusht 2024, po para shkputjes thuhet që janë realizuar punë në vlerë dikun 13.040 euro, apo? Sa jam punu, qysh jam punu më një me gjithë veç prokurim, komunë Fushë Kosovës. Mëj me ju garantu dhe mëj me dhonë deklarat që prej momentit që unë e ku marrë pozitën, nuk u bas një punë, po nuk u bas një pagesë. Se u ndrua dhe menaxheri kur e ku morën e detyren, e menaxheri i ri i ka bo shkëputjen e kontratës se ai nuk u ka një gatshëm me vazhdu me punë. E kemi thirrë edhe kompaninë që e ka posë tenderin për rregullimin e gropave. Mirë po në telefonatën tonë, ata nuk kanë pranuar të japin sqarime. A kom thirrë te kompania Shkoza? Inderun, jam shqiprune, jam gazetar në Kallëzo. Ju thira për një tender që keni posë në komunën e Fushë Kosovës për mbushjen e gropave të rrugëve. Deshta më ju pyet se
çka sakt ka ndodhur në çet rast, ka janë konë disa ankesa, disa dokumente që kanë thonë që s'janë kry punët. Aja u bo mbushja e grupave sipas kontrollës? Shikues të nderuar, në vazhdimsi është dëshmuar se në Kosovë procesi i implementimit të kontratave është problematik. Ky është një dokumentim tjetër i asaj se çka ndodh me paratë e taksa paguese të vendit tonë. Ne mbesim me shpresë që prokuroria do të reagojë dhe dikush do jap llogari. Tenderat e fushë Kosovës kanë vlerë mbi 1 milion euro. Ne kaq kishim për sonte, ju vazhdoni me na raportu në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje.